Këto janë vetëm disa nga frazat që njerëzit përdorin kur duan të juftojnë të provoni vapes. Por çfarë janë vapes dhe si realisht po bëhen trendi më i zakonshëm tek të rinjt? Vapes u shfaqën në tregun botror si një mekanizëm për duanpirësit për t'u lehtësuar rrugën drejt lënies së duhanit, fillimisht pa asnjë shije dhe me qëllime të sinqerta. Dhe deri këtu jemi në rregull. Por konsumimi i tyre në masë të madhe i bëri gjithë prodhuesit e vapes të zgjerojnë tregun e tyre me shije, modele dhe forma nga më të ndryshmet me qëllim tërheqjen audiencës apo grup moshave nga më të ndryshmet dhe kjo po ndodh. Nëse në vitet e 80-ta pirja e duhanit ka qenë trend dhe shkencëtarët e kanë patur shumë të vështirë të zbulojnë efektet e tij, sot kur vapes po zëvendëson duhanin, shkencëtarët vijnë me konkluzionet e tyre të para që mbase nuk do të na pëlqejnë. Përveç nikotinës si përbërës aktiv i cili ngrohet në formë lëngu, vapes përmbajnë edhe aromatizues e përbërës të tjerë kimik që inhalohen përmes një gryke. Të gjithë këta përbërës godasin mushkrit dhe trurin ton më shpejt se cigaret. Kjo për shkak se lëngu nxehet dhe avullohet në 150 deri në 200 gradë Celsius në shumicën e pajisjeve. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu raporton se konsumimi i vapes është prezent edhe tek të miturit. Sipas tyre, përdoruesit aktual të vapes janë të rinj, kryesisht nga mosha 13 deri në 15 vjeç. Tani mund të imagjinoni se si këta përbërës do të ndikonin në zhvillimin e një të riu. Në vitin 2018, tregu i vapes vlerësohej me $15 miliard, ndërkohë që viti 2023 pothuajse ka dyfishuar këto shifra duke arritur në $28.17 miliard. Edhe pse shumë shtete pjesërisht kanë ndaluar shitjen e vapes si Japonia, Australia, Rusia dhe së fundmi edhe Britania e Madhe, importi i tyre gjithsesi vazhdon të ngelet i hapur. Mos sa harrojmë, shëndeti jon është zgjedhja jon. Të konsumosh vape mbase duket si diçka krejtësisht e padëmshme, por rreziqet janë të vërteta.